Kremrat e diellit janë të ndarë në filtra fizik dhe në filtra kimik. Dhe filtrat fizik janë kryesisht, kur them fizik, nuk është robë, sepse njerëzit mendojnë është një veshje, pra do mbrohem në mënyrë fizike. Por janë formula fizike, të cilat janë kryesisht oksidi i zinkut dhe oksidi i titaniumit, bëjnë një mbrojtje fizike, pra reflektojnë rrezatimin e diellit, duke mos lejuar depërtimin e tij. Ndërsa filtrat kimik, ato absorbojnë rrezatimin e diellit dhe e kthejnë atë në nxehtësi, duke mos lejuar depërtimin e tij. Ajo që unë do rekomandoja dhe që e them shpesh tek fëmijët, deri 6 muajsh nuk mund të përdorni. Barriera e tyre, lkura e tyre nuk është formuar ende. T'i nxjerrin pak në mëngjes, dhe në mbrëmje. Përveç kësaj, drita dhe sytë e tyre nuk mund ta përballojnë aq intensitet. Ndërsa për fëmijët sigurisht do rekomandoja, por edhe për veten time, filtra fizik, siç është ai i oksidit të zinkut, si filtri më i sigurt. Kur vjen puna për filtrat kimik, ka aq shumë përbërës kimik, jo vetëm të diskutueshëm, por që janë marrë masa ndaj tyre. Avobenzoni është përbërësi më i zakonshëm, i cili, nëse marrë rastin e Hawait, për shembull, është i ndaluar përdorimi i tij, sepse ndikon jo vetëm shëndetin e njerëzve, por edhe afekton jetën e koraleve, të cilat janë duke vdekur apo duke u zbardhuar dhe nuk e kanë më atë intensitetin. Literatura e thotë qartë që janë shumë prej tyre janë potencial çrregullues hormonal dhe potencial kancerogjen.